Pas marrjes së mandatit nga ana e kreut të LSDM-s Zoran Zaev, analistët vlerësojnë se platforma shqiptare nuk ka hapësira juridike për të implementuar për shkak të numrave. Që kur nënshkruhet platforma shqiptare, deklarova se është një gabim strategjik i partive shqiptare, pasi unifikimi apo homogenizimi i tyre etnik mund të nxjisë homogenizim etnik në anën tjetër, dhe kështu që të mos mund të kalojnë në parlament asnjë ndryshim ligji apo asnjë avancimi të drejtave shqiptare. Pasi dihet se në parlament ligjet sillen me shumicë thjesht, pra me 61 vota, të cilat nuk i kanë shqiptarët, apo ndryshimi i kushtetutës bëhet me 81 vota, të cilat është larg nga ajo që mund të jenë deputet shqiptar. Andaj, për të implementuar ndryshimet mëdha, nevojitet fillimisht edhe krijimi i një klime të tillë, kushtëzimi politik, por jo duke rahur gjoks për veprime gjoja patriotike të partive shqiptare, por mendoj se u bë një lloj gabimi nga motive për të ngritur rejtingun partijak pas zgjedhjeve. Ato gabime natyrisht se i shfrytëzojmë me mjeshtri vëmërodhe PMN-ja, e cila nuk e ka shumë hallim të gjuha shqipe apo të platforma shqiptare, po ajo që dëshiron është të pamundësoj formimin e institucioneve të reja në Maqedoni. Vendimin e sotëm të presidentit Ivanov e përshëndeti kreu i BDI-s Ali Ahmeti. Mirëpres dhënien e mandatit për formimin e qeverisë së re reformuese në përputhje me Kushtetutën. Siç edhe thash qysh në fillim, ne do të veprojmë në përputhje me vullnetin e qytetarëve dhe kthim prapa nuk ka. Rolin ton kyç përcaktues dhe vendimtar në shumicën e re do ta vëmë në shërbim të reformave në përputhje me pritshmëritë e komunitetit ndërkombëtar, marrëdhënie të mira ndëretnike dhe marrëveshjen e Ohrit, si dhe integrim në NATO dhe në Bashkimin Evropian, bashkë me hapjen e vendeve të reja të punës dhe zhvillimin ekonomik, thuhet në deklaratën e Ahmetit. Me reagim sot doli edhe lëvizja Besa, e cila vlerëson se edhe ajo ka dhënë kontribut në këtë drejtim. Sot erdhi në shprehje vullneti i shumicës së re në Kuvendin e Republikës së Maqedonisë dhe faktori politik filloi të reflektojë në interesin e qytetarëve që janë lodhur nga kjo letargi e krizës politike. Me këtë rast, lëvizja Besa thekson se ajo nuk lejoi që të shpiken gjëra të parapara në Kushtetutën dhe ligjet e vendit, duke penguar kështu krijimin e presedaneve që mund të linin pasoja edhe në të ardhmen. Prandaj, ashtu si deri më tash, lëvizja Besa mbetet e përkushtuar në procesin e zgjidhjes së krizës, duke zhvilluar bisedime për të marrë pjesën e saj të përgjegjësisë politike, thuhet në deklaratën me shkrim të lëvizjes Besa. Përndryshe në garancitë e dhëna me shkrim, Zaev zotohet se asnjë dokument, asnjë platformë që do të jetë në kundërshtim me Kushtetutën nuk mund të kushtëzojnë formimin e qeverisë.